Agron ti i pe këto skenat ti me ke ishe. Jo, unë isha aty në fakt, dhe jam totalisht dakord me atë që tha Bushati. Është patetik, duket sikur vërtet janë diskutime që bëheshin, janë të njëjtat dhe injorojnë atë që realisht po ndodh. Të flasësh për protesta duke i parë ato sikur janë disa protesta që po bëhen është realisht të duash ta zvoglosh. Kjo është një revolt popullore, nuk është thjesht, nuk janë thjesht disa protesta dhe ne shikojmë u bën 19, u bën 20, u bën 21. Është një revolt popullore kundër sistemit të vjetër. Nuk ka si diskutimi këtë gjë. Po ti jesh aty e kupton ka të rinj dhe të reja që një pjesë e tyre kanë jetuar jashtë, që nuk kanë lidhje me politikën e vjetër dhe u ka ardhur majtundës. Dhe kanë pushtuar bulevardin, kanë pushtuar sheshin dhe duan një ndryshim rrënjësor, nuk duan diçka ndryshe, duan një ndryshim rrënjësor. Dhe të bësh analizën të thuash jo, po dikush është për mjedisin, dikush është i majt, dikush është i djathtë, dikush është për investime, dikush nuk është. Ka kuptim. Ajo që i bashkon të gjitha ta është revolta popullore kundër një sistemi të kalbur që u ka nxirr jetën. Secili prej tyre kuptohet është përballur në mënyra të ndryshme me këto padrejtësi, dikujt i është marrë prona, dikujt i është mbyllur biznesi, dikujt nuk i është dhënë mundësia i shmohuar një vend pune, dikujt i është mohuar e drejta për të marrë një shërbim shëndetësor dinjitos dhe kështu me radhë. Normale që aty secili është për një arsye të vetme, të veçantë. Por ajo që është e rëndësishme, aty janë të gjithë kundër sistemit. Është e pabesueshme ajo që po ndodh. 19 ditë protesta gjigante. Nuk ka ndodhur kurrë në këto 35 vjet, në mënyrë spontane. Nuk janë njerëz të paguar apo me një interes se do gjejnë një vend pune apo i ka thirrur një parti politike. Janë njerëz që vjen aty pa asnjë lloj interesi, duan thjesht duan një ndryshim rrënjësor. Në protest, midis protestuesve ka një diskutim shumë të madh lidhje me këtë. Çfarë po do ndodhi pas dorëheqjes së Edi Ramës. Dakor, me këtë jemi gjithë dakord, duhet i ketë Edi Rama. Tani, po ka një dëshirë shumë të me të drejtë, duan qeveri teknike, duan qeveri tranzitore. Imagjinoj një qeveri me intelektual, me njerëz të ndershëm që përgatisin vendin për zgjedhje të lira të ndershme. Do ishte shumë mirë, shumë bukur. Do ishte mundur një vend perëndimor si Gjermania, Franca, Anglia, ku bie qeveria sepse qytetarët ngrihen në protest dhe pastaj deputetët detyrohen në një farë mënyre të kënaqin kërkesën e protestuesve dhe vendosin për qeveri teknike. Ka ndodhur shpesh në shumë vende në Europë, po ne jemi në Shqipëri. Dhe fatkeqësisht kjo në Shqipëri është e pamundur, nuk është se nuk e dua unë. Unë do ta doja shumë një qeveri. Jo, shprehova unë. Prandaj po të shpjegoja, kupton? Unë do të doja shumë një qeveri teknike. Unë thjesht po them, shikoni, unë e zoglova, tash mira shkurt. Po, pikërisht, po është e rëndësishme. Nuk do për këtë arsye. Sepse është e pamundur, është thjesht e pamundur. Sepse që një qeveri teknike duhet të votohet nga Edi Rama që ka maggiorancën në kuvend. Çështja është, si Edi Rama, Tauland Balla, Belinda Balluku, s'kan për të votuar kur një qeveri të pavarur nga ta që të mbrojnë zgjedhjet e ardhshme pikërisht nga ata, të luftojnë ata. Është absurde ta mendosh gjë të tillë. Është shumë e bukur, por është absurde. Prandaj them që është e kot në mendimin tim, në këndvështrimin tim, të presim një qeveri teknike të lirë, me njerëz të ndershëm që të praktikojnë zgjedhje. Sepse i bëjmë një dëm shumë të madh vendit. Unë mendoj që ne duhet të vemi sa më shpejt në zgjedhjet parakoshme. Ky është një nga momentet më të vështira të Edi Ramës, sigurisht momenti më i vështirë që ka parë Edi Rama sa ka në politikë, dhe nëse ne ushqejmë Të gjithë klasën politike. Të gjithë klasën. Për Edi Ramën pa diskutim. Po flasim, po se ai është pengesë. Të gjithë klasën politike. Tash për atë se ai është pengesë për zgjedhjet e lira të ndershme. Dhe do ishte për mendimin tim një gabim shumë i madh. Nëse ne duke kërkuar një qeveri teknike që s'kemi për të arritur, besoj unë, po qofsha gabim, ase janë në gjendje ta bëjnë. Unë mendoj që është e pamundur, do ishte një gabim shumë i madh sepse ky është momenti i dur. Edi Rama është në vështirësi, është fryma e njerëzve, është e vërtetë që do jenë të njëjtat vështirësi që ishin para një viti, por sot është fryma dhe po i dham 3 muaj, 6 muaj, një vit, rrezikojmë që t'japim mundësinë atij që ta mbledhë veten, të riorganizohet, të konsolidoj pushtetin, të akmerret ndaj protestuesve, prindërve të tyre, të afërmëve të tyre, bizneseve të tyre, gazetarëve dhe analistëve që kanë braktisur Edi Ramën, atyre mediave që kanë mbështetur pak më shumë se të tjerat protestën, dhe rrezikojmë që t'i bëjmë një nder atij. Kjo është arsyeja pse unë them, qeveria teknike fatkeqësisht është praktikisht e pamundur. Gjëja më e mirë janë zgjedhjet e parakohshme. Pra, tu është e kuptueshme që pas 13 viteve qeverisë të ketë pakënaqësi të madhe për maggiorancën, e tha avokati Agron, ti je një forcë tjetër politike tani, por protestuesit kanë të njëjtën agresi
në artikulimin e tyre edhe për ndaj opozitës. Pse ndodh kjo, thotë tani? Ndodh për dy arsye, sepse bëjmë përgjegjëse. E bëjmë përgjegjëse opozitën që nëpërmjet mungesës së ndryshimit dhe të rinovimit ka lejuar forcimin e Edi Ramës. Kështu që Partia Demokratike, opozita, një pjesë opozita e tradicionale, s'po quaj opozite vjetër, opozita tradicionale mban përgjegjësinë në sy tek protestuesve që nuk ka ditur të rinovohet. Dhe ka ardhur pika ku thot, siç e tha dhe Andi, tani do të ikni të gjithë. Shumë e thjeshtë. Si. Problemi është si. Evidentimi po zgjidhja është pa u rregulluar kodi zgjedhor agron, nuk rregullohet ky vend. Nuk ka përfaqësim të barabartë në atë parlament. S'ka përfaqësim. Pra shtresa, jo, kjo është ajo. Po su bë kodi, po su rregullohet kodi, ne kot e diskutojmë këtë. Hyjmë në një diskutim tjetër, çfarë ndodhi pas, sepse diskutuam deri tani, protestuesit nuk diun të kenë një program politik. Ajo është ta vrasësh protestë. Kërkesa politike. Qa do ndodhi pas është ta vrasësh Ka të drejtë, ta vrasësh. Ata kanë 1, 2, 3. Ata duan pse nuk bëni dhe 10 kërkesa? Si do bëhet me zgjedhje, pas zgjedhje, me kod, pa kod, nuk i takon atyre. Ata janë aty, duan që Edi Rama dhe kjo klasë politike të iki. Kryes normale që kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës, Edi Rama është në qeveri, është në pushtet, s'ka asnjë dyshim. A mundet tani për ta shërmëtej kjo pyetje që ky revolucioni i flamingove, siç u thua, siç u thanë fillim, i flamingove të kthehet në një moment historik, një pikëthese për Shqipërinë, pra të linë një opozit tjetër e gjithë, një Shqipëri e re, apo ka gjasa që të shuhet. Momenti historik i vetëm i kësaj proteste është bashkimi i këtyre partive të reja për të krijuar një të lënë mënjan ideologjit dhe ato të cilat programet e tyra se si i kanë, çrëndsi ka, në qoftë se këta krijojnë një bosht të partive të reja, të dalin në krye të protestës dhe të udhëheqin bashkë me personazhe pozitiv të cilët ka protesta, se ka dhe persona të cilët janë në protestë janë njerëz me oksigjen, kurajoz, kanë 19 ditë që flasin, kanë folur edhe më përpara, kanë bërë opozitarizëm dhe mendoj nëse tani është momenti për krijimin një opozite. Ky është momenti. Dhe Agroni, pavarësisht se e kemi këtu, unë kështu e mendoj, është i vetmi moment për të bashkuar partit e reja me njëra tjetrën, të lënë mënjan ideologjit dhe të dalin bashkë me organizatorët aty, të krijojnë një bosht. Kjo është logjika të paktën. Unë mendoj që ky realisht është një moment historik. Nuk arri në këtë konkluzion vetëm fal pamjeve, protestave. Ky është një proces që ka filluar. Filloi në 2025. Mbi 10% e qytetarëve shqiptar për herë të parë kanë votuar për një parti të re. Janë shkëputur nga Partia Socialiste dhe nga Partia Demokratike. Sigurisht, çfarë ka ndodhur këtë vit nuk është e pamohueshme që ndikimi që ka patur në opinionin publik dhe në politik veprimet e SPAK-ut, bindja e një qytetarëve që të gjërat po ndryshojnë, sepse unë mendoj që ata njerëz që janë aty në terren janë të ndikuar edhe nga sukseset e drejtësisë. Nuk besoj se kjo nuk ka të bëj në këtë reagim. Nuk e di nëse ky reagim do ndodhte nëse nga një anë nuk do kishte qenë edhe drejtësia që vepronte dhe ka nxjerrë edhe në pa dhe llumin dhe korrupsionin e këtij pushteti. Kështu që sigurisht votat drejt partive të reja do shtohen, unë jam optimist dhe mendoj se kjo do ndodhë. Jo me këtë kod. Pavarësisht kodit. Unë jam i vendimit që, shiko, kjo është bindja ime, unë mendoj që çfarë nuk varet nga ne, është e kod që të merremi. Kodi nuk varet as nga unë, as nga qori, dhe nga sushtë. Varet nga të mëdhenjtë. Tani, ata nuk kanë për ta ndryshuar kodin në favorin tonë. Keq është, shumë i keq, jashtëzakonisht shumë i keq. S'ka përfaqësi. Dakor, por mund ta bëjë dhe më të keq. Dhe këta këtë duan të bëjnë. Kështu që unë nuk i mbaj shpresat e kodit. Unë them thjesht, kjo frym e jashtëzakonshme ka për të ndryshuar nga rrënjët, nga themelet këtë sistem politik që është ngritur. Dhe kjo është arsye që mendoj që ne do vemi sa më shpejt në zgjedhjet parakohshme, sepse aty do jetë vërtet tronditja jo vetëm nëpërmjet protestave, por edhe nëpërmjet votës. Agroni, hoqën 100.000 vota. Sa janë 100.000 vota? Mund t'i meqin më shumë.
Mund të ishin 200, mund të ishin 500. Do doja t'i kthesh edhe njëra asaj që thash, sepse e nxora artikullin. Nuk e dini sepse askush të priste para një muaji që do ndodhte kjo.